Festat e verës kanë filluar, bashkë me to dhe atmosfera unike e festivaleve muzikore, ku muzika, liria dhe stili bashkohen në një përvojë të paharrueshme. Në këtë periudhë të mbushur me ritëm dhe ngjyra, peshja bëhet një mënyrë shprehjeje, po aq sa edhe vetë muzika. Në materialin që kemi përgatitur për ju, do t'ju tregojmë disa ide kreative dhe praktike se si të vishni për të shkëlqyer në çdo festival, nga kombinimet komode e deri tek detajet që tërheqin vëmendjen. Festivalet muzikore nuk janë vetëm një vend për të dëgjuar muzikë të mirë, janë edhe një skenë e madhe stili dhe vetë shprehjeje. Vera 2025 sjell trende të guximshme, ngjyra të ndezura dhe komoditet maksimal. Përmes këtij materiali do t'ju japim disa këshilla dhe ide për të krijuar një look festivali që të bëjnë të dallohesh dhe të ndihesh e rehat gjatë gjithë ditës dhe natës. Kjo verë është për eksplorim. Zgjedh veshjen me motive boho, të lira dhe të lehta. Ngjyrat neon, pastel metalik dhe kombinimet kontrast janë gjithashtu në modë dhe do të ndihmojnë të shkëlqesh në çdo skenë. Një tjetër trend që po rritet shumë këtë sezon është stili cowboy, i cili sjell në festivale një përzierje mes lirisë dhe karakterit të fortë. Ky look përfshin element klasik të perëndimit të egër, por edhe me një nuancë moderne që i përshtatet atmosferës së festivaleve. Çizmet cowboy me lëkurë dhe detaje metalike janë zgjidhja ideale për këmbët, ndërsa këmish me jakne të mbret dhe bluza pambuku me motive vintage janë ndër më të përfolurat këtë verë. Kapela cowboy dhe ripat e gjerë shtojnë një dimension personaliteti dhe stil unik. Për pjesën e poshtme mund të zgjedhësh pantallona të shkurtra apo funde me ripa, të gjitha për të krijuar një pamje të fuqishme dhe të lirë. E për të kompletuar pamjen tuaj, aksesor, syze, dielli me forma të pazakonta janë ideale. Ndërsa stili i vlogëve këtë sezon është më i qerrë dhe natyral, duke reflektuar lirshmërinë e ngjarjeve. Në make-up, shkëlqimi në fytyrë, tatuazhet e përkohshme, stikera, dekorativ dhe bijuteritë e punuara me dorë janë mënyra po ashtu e përkryer për të shtuar një prekje personale, duke bërë stilin tënd që të flas për ty. Duke u bazuar në këto ide, Vera 2025 është koha për të guxuar, për të eksperimentuar dhe për të shfaqur stilin tënd unik në festivale. Më në fund, më rëndësishmja është të jesh vetvetja. Festat janë vendi ideal për të eksperimentuar me modën dhe për të shkëlqyer pa kufi.